Mirë mbrëma të nderuar shikues, këtë edicion të lajmëve po e nisim me ujdin që këtë shtun u arrit ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe emisarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Bëhet fjalë për dakurdimin që serbët që jetojnë në Kosovë të kenë disa lehtësira sa i përket dokumenteve kosovare në ligjin për të huajt dhe për automjetet. Në mëngjes u takuan po aqherët erdhën edhe tek kompromisi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti këtë shtunë mbajti konferencë të përbashkët me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, dhe ambasadorin e BE-s në Kosovë, Ivo Orav. Mysafirët që Kurti i priti në objektin e qeverisë konfirmuan se pas javësh diskutimesh, është arritur pajtimi që zbatimi i ligjit për të huajt dhe ati për automjete të bëhet me disa masa shtesë për banorët serb. Jemi përqendruar për zbatimin e ligjit për të huajt që do të fillojë nga nesër. Kemi pas bisedime intensive me qeverinë e Kosovës gjatë javëve të fundit, dhe sot është arritur pajtimi i zbatimit të ligjit mbi të huajt, me disa masa përmbajtësore shtesë, sidomos kur bëhet fjalë për regjistrimin e banorëve serb të Kosovës dhe personave me leje qëndrime të përkohshme. Në kuadër të kësaj, qeveria e Kosovës nga e diela do t'u mundsoj qytetarëve serb përdorimin e dokumenteve të lëshuara nga strukturat paralele. Qeveria e Republikës Kosovës po ashtu do të hapë një dritare të re 3 mujore për të mundësuar qytetarëve të nacionalitetit serb të regjistrojnë fakte civile, të cilat deri me datën 15 mars 2026 janë regjistruar nga strukturat ilegale. Në këtë periudhë, aplikantëve do i lejohet edhe përdorimi ekskluzivisht si mjet identifikimi i ID kartës të lëshuar nga strukturat jo legale. Kurti në konferencë bëri të ditur se qeveria do të ofrojë leje qëndrimi për 12 muaj studentëve dhe punëtorëve serb. Qeveria e Republikës Kosovës do të fillojë me inkorporimin e sistemit arsimor dhe shëndetësor brenda kornizës ligjore të vendit tonë. Qeveria do të pajiset nga krerët lokal me listat e stafit akademik dhe shëndetësor që janë të angazhuar në ofrimin e këtyre shërbimeve, lista këto që pastaj do të shërbejnë si bazë për dhënien e lejeve të përkohshme të qëndrimit për qytetarët e huaj që aplikojnë te Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës Kosovës. Emisari special i BE-s për dialog mes Kosovës e Serbisë, Peter Sorensen, theksoi se gjatë gjithë procesit duhet të ketë konsultime të strukturuara me përfaqësuesit e komuniteteve në Kosovë. Ky proces duhet të zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me mua si përfaqësues i BE-s për dialogun dhe me procesin që u ndjek në kuadër të tij. Në këtë kontekst e konsideruam si prioritet kyç që qeveria e Kosovës të sigurojë leje qëndrimi për punëtorët dhe studentët e përfshirë për një periudhë fillestare prej 12 muajsh me qëllim për ndalimin e çdo ndërprerjeje të shërbimeve shëndetësore dhe arsimore. Sorensen theksoi se në këtë proces janë marrë parasysh edhe planet e qeverisë së Kosovës për integrimin e shërbimeve dhe institucioneve brenda kornizës ligjore të Kosovës, në harmoni me marrëveshjet e arritura në dialog dhe angazhimet ndaj BE-s. Ky vendim u përshëndet menjëherë nga bashkësia ndërkombëtare, por edhe nga vetë Serbia. Nga diplomatët po konsiderohet si dëshmi se me koordinim dhe bashkëpunim mund të arrijnë zgjidhje që janë të favorshme për të gjitha palët. Kompromisi i arritur në Prishtinë nuk mbeti vetëm brenda mureve të qeverisë. Vendimi për të zbatuar ligjin për të huajt me masa shtesë për komunitetin serb u komentua menjëherë edhe nga partnerët ndërkombëtar të vendit. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, e ka quajtur hap të rëndësishëm duke theksuar se ky përparim shënon moment të ri në dialogun Kosovë-Serbi për çka është e gatshme të veprojë. Marrëveshja e sotme për regjistrimin civil dhe ligjin për të huajt shënon një hap të rëndësishëm përpara për të mirën e të gjithë njerëzve në Kosovë. Është thelbësore të sigurohet vazhdimësia në ofrimin e shërbimeve publike. Faleminderit të gjithëve që u angazhuan në mënyrë konstruktive për ta bërë këtë të mundur, duke ecur përpara zbatimi i marrëveshjeve të kaluara mbet të jetek. Ky progres krijon një momentum të ri për dialogun Beograd-Prishtinë dhe unë jam gati të organizoj një takim të nivelit të lartë së shpejti. Si hap avancimi këtë proces e pa edhe ambasadori gjerman në Kosovë, Rainer Rudolf.
Është mirë të shohësh një marrëveshje se si të zbatohen ligjet e Kosovës për të huajt dhe automjetet, sigurimi i lejeve të qëndrimit dhe punës për punëtorët dhe studentët, shmangja ndërprerjes së shërbimeve shëndetësore dhe arsimore dhe zgjidhjet praktike për lëshimin e dokumenteve për të gjithë qytetarët e Kosovës kanë rëndësi. Ndërtimi mbi këtë përparim do të jetë thelbësor. Ndërsa ai i Francës, Olivier Guerot, tha se veprimet nuk kanë ndikim negativ për jetën e serbëve të Kosovës. E mirëpres njoftimin e përbashkët nga Sorensen, Arab dhe kryeministri Kurti. Vullneti i mirit të gjitha palëve ka bërë të mundur gjetjen e zgjidhjeve konkrete. Është thelbësore që veprimet e ndërmarra të mos kenë një ndikim negativ në kushtet e jetesës së komunitetit serb të Kosovës. E përgëzoi rolin proaktiv dhe shumë pozitiv të Bashkimit Evropian. Një koment të shtunën për pajtimin e bërë sot mes qeverisë së Kosovës dhe BE-s e ka dhënë edhe shefi i OSBE-s në Kosovë, ambasadori Gerard McGurk, i cili shkroi se është një hap i rëndësishëm përpara në adresimin e një çështjeje praktike që prek jetën e përditshme të njerëzve. Ndërkohë drejtori i të ashtu quajturës Zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë se me këtë u shmang skenari më i keq i mbylljes së institucioneve serbe në Kosovë. Megjithatë, këtë nuk e pritën mirë nga Partia Demokratike e Kosovës, të cilët kanë shprehur shqetësim të thellë për siç e kanë quajtur kompromiset e fundit të kryeministrit Albin Kurti. PDK tha se përmes këtyre lëshimeve po cënohet drejt për drejt sovraniteti i Republikës së Kosovës. Me vendimet e fundit, Kurti ka bërë 2 lëshime të rënda, ka lejuar funksionimin e institucioneve ilegale të Serbisë brenda territorit të Kosovës dhe ka legjitimuar dokumentet që Serbia i lëshon kundërligjshëm për qytetarët e Kosovës. Me pranimin e tyre, ai ka bërë strukturat ilegale të Serbisë hisedare në zbatimin e legjislacionit të shtetit të Kosovës, shkruhet në komunikatën e PDK-s. PDK akuzoi gjithashtu Kurtin se ka hyrë në negociata për këto lëshime, larg vëmendjes së publikut dhe në kohën kur po bëhej kriza e radhës institucionale, duke u referuar dështimit të zgjedhjes së presidentit. Për këtë çështje ka reaguar edhe deputeti i AK-s Daud Haradinaj. Sipas këtij, dakordimi i Kurtit do të mundsojë që serbët të regjistrohen në regjistrin civil të vendit, duke njohur si dokument valid për këtë proces letërnjoftimin e lëshuar nga Serbia. Ndërkohë sot u protestua afër kufirit të Kosovës e Serbisë, kurse qendra kombëtare për menaxhim kufitar ka njoftuar se protesta që u mbajt sot në territorin e shtetit serb afër pikës kufitare në Jarin ka përfunduar e qetë. Në njoftimin e QKMK-s, shtohet edhe se tashmë qarkullimi është duke u zhvilluar normalisht. Ju njoftojmë se ka përfunduar protesta në PKK Jarin në territorin e Serbisë dhe qarkullimi është duke u zhvilluar normalisht. Ndërsa situata e sigurisë në veri po thuhet se nuk ka pësuar ndryshime edhe pas marrjes së detyrës së kryetarëve të rinj në dhjetorin e vitit të kaluar. Zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin në Mitrovicën e Veriut ka bërë të ditur se atje aktualisht janë të angazhuar 154 policë të komunitetit serb, duke shtuar se puna e policisë vazhdon mbi të njëjtën bazë ligjore. Zgjedhja e kryetarëve shqiptar në krye të komunave veriore në vitin 2023 u përball me tensione të larta mes qytetarëve. Por me zgjedhjet të kalit të vitit 2025, kryetarët serb u kthyen nëpër komunat veriore. E nga ajo ditë situata e sigurisë ka qenë stabile. Kjo konfirmua nga zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin në Veri, Vetanez Shani. Nuk ka ndryshuar shumë, për arsye se policia ka ligjin e bazë cilës punon, ligjin për policinë, ligjin kodin penal, kodin procedurës penale, vazhdojmë me punën tonë që na kemi. Kemi pas disa gjëra interesante që nxjerrët një vendim në kundërshtim me vendimin që ka qenë më herët, po ato i vendos gjykata. Elshani thotë se kanë komunikim të rregullt dhe korrekt me kryetarët e këtyre komunave. Është një bashkëpunim i mirë, komandantët e stacionit takohen bazë të rregullta me kryetarët e komunave, me zyrtarët e tyre komunal aty që janë. Unë jam takuar me 2 kryetarët të komunave deri tani, Mitrovicën e Veriut edhe Leposaviçin, një komunikim shumë i mirë. Çdo herë kur kërkohet nga ona jonë me raportu, na raportojmë, çdo informacion që ndajmë me dikon tjetër, ndajmë edhe me kryetarin e komunës.
Elçani e bëri të ditur se përbërja etnike e policisë në veri ka ndryshuar ndjeshëm që nga viti 2023. Në fillim, kur ka marrë këtu në prill viti 2023, ne kemi pas 4 polic kosovar të përkatësisë etnike serbe, 4. Tash i kam 154. Nëse i marrim rom, mashkali, turq, diçka tillë, atëherë i bën që unë 40% i kam shqiptar. Të tjerë, 60% janë të tjerë. Kështu që është një situatë shumë e mirë. Në 4 komunat në veri të Kosovës, më 5 dhjetor 2025, janë mbajtur seancat konstituive në të cilet kryetarët e rinj nga lista serbe kanë marrë përsëri pushtetin. Jo policia e Kosovës, por ishte inspektoriati qendror i mbikëqyrjes së tregut, që ka zhvilluar një aksion të gjerë të mbikëqyrjes dhe inspektimit të lodrave për fëmijë në tregun e brendshëm dhe në zona doganore. Si rezultati i inspektimeve të kryera në zona doganore, janë ndaluar mbi 38.000 copë lodra për fëmijë në vlerë prej afro 100.000 eurosh, të cilat nuk kanë përmbushur kërkesat ligjore për sigurinë e produkteve dhe nuk kanë poseduar dokumentacionin përkatës për vendosje në tregun e brendshëm, ka njoftuar Ministria e Industrisë. Ndërkohë, gjatë kontrollave në tregun e brendshëm, janë sekuestruar mbi 2547 copë lodra për fëmijë, për të cilat është konstatuar se nuk i përmbushin standardet e sigurisë. Kalojmë në zhvillime të tjera. Nga lëvizjave vendosje edhe sot u provua të arsyetohen për deklarimet e bëra sa i përket zgjedhjeve dhe presidentës Vjosa Osmani. Ndonë se shefja e shtetit e kishte pranuar se data 28 dhjetor ishte caktuar për t'ia bërë qefin Albin Kurtit, një deputet i vetëvendosjes po e shem më ndryshe. Pas shtatorit unë Puqin, zotit Kurtit duke ja dhënë datën 28 dhjetora, duke pritur diasporën e Republikës së Kosovës, ja pas në organizuar puqin? Vetë e pranoj, mirë po ju edhe partia e favorizuar. Kjo deklarat e presidentës Vjosa Osmani, madje s'po i pëlqen as lëvizjes vetëvendosje. Sipas deputetit Adnan Rustemi, data e zgjedhjeve u vendos vetëm në favor të qytetarëve. Nuk e kuptoj pse përjetohet si favor ndaj vetëvendosjes, një datë e cila në fakt ishte në favor të shumicës së qytetarëve të Republikës së Kosovës, pavarësisht ku jetojnë ata. Mes të tjerash, presidentja ishte shprehur se kryeministri Albin Kurti jo njëherë ka shkelur kushtetutën. E deputeti i vetëvendosjes nga Dipjani, edhe këtu nxjerr disa dallime. Nuk e di për çfarë ka pasur fjalën, kjo është më shumë pyetje për presidentin e Republikës, por sido që të jetë nuk mund të arsyetohet një shkelje e rëndë e kushtetutës, siç është kjo e presidentës së Republikës, me referenca të tilla të institucioneve tjera. Secili ka përgjegjësinë e tij apo të saj të përmbush detyrën me përgjegjësi të plotë dhe duke respektuar kushtetutën. E veçanërisht presidenti i Republikës. Kurse përprishjen e raporteve mes Osmanit e Kurtit, Rustemi thotë se nuk e konsideron si ndarje rrugësh. Nuk e konsideroj krisje, domethënë varet se si nga cila perspektive sheh. Thjesht në procesin e zgjedhjes së presidentit të Republikës, në rrethonat të cilat kemi qenë, dhe në mungesën e votave për të garantuar pjesëmarrjen e së paku 80 deputetëve në sallë në proces të votimit, ne kemi konsideruar që kandidimi i zonës Osmani krahas kandidimit të zotit Konjufca e maksimizon ose e zgjeron bazën e pjesëmarrjes së deputetëve. Deputeti i VV-s, ndër të tjera, insiston se dekreti i presidentës për shpërndarjen e kuvendit ishte antikushtetues. Më 31 mars është afati fundi deri kur rreth 10.000 zyrtar publik detyrohen të deklarojnë pasurinë e tyre në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. E nëse kjo nuk ndodh brenda kësaj periudhe, atyre do mirret 30% e pagës mujore. 10.000 zyrtar publik duhet ta deklarojnë pasurinë e tyre më së largu deri më 31 mars. Në listën e zyrtarëve që obligohen që nga 1 marsi të deklarojnë pasurinë përfshihen edhe drejtuesit më të lartë të institucioneve, duke filluar nga presidenti, kryeministri, ministrat e deputetët. Sipas drejtorit të Agjencisë së Parandalimit të Korrupsionit, 780 zyrtarëve që kanë kryer obligimin e tyre.
Afati i fundit është 31 marsi, është mjaft ka afat, është një muaj i tërë, zyrtarët e gjithë kanë pranuar njoftimet qoftë me email, po ashtu edhe me SMS për këtë obligim dhe ka filluar tashmë deklarimi i pasurisë. Kemi rreth 780 zyrtarë që tashmë e kanë kryer këtë obligim, e që në përqindje bie rreth 7.5%, pak më shumë se 7.5%, që nuk është keq për javën e parë. Gjëri e këtij procesi si vjet është sistemi i ri elektronik përmes të cilit po zhvillohet ky deklarim. Këtë vit nuk ka ndonjë ndryshim substancial. Kemi vetëm mekanizmin apo aplikacionin i cili është zhvilluar i ri. Do të nuk ka ndonjë ndryshim, të gjitha të dhënat që janë vendosur herën e kaluar në sistem tashmë janë në sistemin e ri dhe ka nevojë vetëm të përditësohen. Do të nuk ka ndonjë dallim, as nuk ka dallim në rritje të kategorive, sepse tashmë e kemi përfunduar llojet e kategorive apo zyrtarët që duhet të kryejnë deklarimin e pasurisë. Tashmë jemi në proces të ndërhidhjes së këtij sisteme të tjera. Për zyrtarët që nuk e respektojnë afatin, ka gjoba. Për 15 ditët e para të muajit prill, ata pranojnë një gjobë mandatore nga agjencia e cila është në shume për 30% të pagës së tyre mujore. Sipas të dhënave, vitin e kaluar, agjencia ka shqiptuar më shumë se 135 gjoba për zyrtar që kanë vënuar deklarimin e pasurisë, ndërsa në raste më të rënda janë iniciuar edhe kallëzime penale. Të nderuar shikues, kaq sa i përket këtij edicioni informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.